Përshëndetje gjithëve, shumë faleminderit që u mblodhët këtu sot. E dim që jeni të ngarkuar për të thënë të drejtën. Ministri e kishte shumë të rëndësishme këtë mbledhje sot dhe duke e vlerësuar dhe nga çështjet që do diskutojmë, patjetër që duhet të mblidheshim. Në ndërkohë, para se të nisim, duke qenë se jemi mbledhur në qarkun e Fierit dhe duke qenë se Fieri ka pasur një vakancë për sa i përket prefektit, po përfitoj nga rasti për të prezantuar Arben Çukon, i cili merr detyrën si prefekti Fierit në një moment shumë të rëndësishëm për qarkun, për të thënë drejtën, kur punohet intensivisht për sa i përket të gjithë paketës ekonomike, duke nisur nga ndërmarrjet e reja industriale që këtu po ndërtohen, siç është rasti i Jurës, ku kemi më shumë se 2000 punonjës, apo edhe në të gjithë fermat bujqësore, pikat e grumbullimit dhe kudo tjetër, në një moment ku infrastruktura vazhdon me progres të rëndësishëm, kur kemi plane me të vërtet për të ardhmen, për të vazhduar edhe investimet përmes pushtetit vendor apo fondit shqiptar të zhvillimit, kështu që patjetër që Fieri, si qarku i dytë më i madh në vend, duhet të kishte drejtimin e dur dhe unë i uroj Arben Çukos suksese. Në ndërkohë, ja kaloj fjalën kolegut tim Ervin Hoxhës, i cili thriti sot këtë mbledhje për diskutuar për gjitha çështjet e rëndësishme që kemi dhe më pas diskutimit do ta konsiderojmë të hapur edhe për debate. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, e nderuar zonja zëvendës kryeministre, të nderuar prefekt. Megjithëse një pjesë për jush kam pasur rastin t'i njoh dhe më herët, të komunikoj dhe të diskutoj me ta çështje pune. Sot është takimi im i parë si ministër i brendshëm me të gjithë ju së bashku në qarkun e Fierit. Duhet të falenderoj gjithashtu zëvendës kryeministren që gjeti kohën dhe na u bashkua sot në këtë takim. Kam një vlerësim dhe konsiderat veçantë që buron nga fakti se puna dhe rezultatet tuaja janë të tilla që mua më imponojnë dhe një respekt veçantë. Duke përfituar nga ky takim, sikurse dhe zëvendës kryeministja e prezantoi zotin Arben Çuko, me të cilën unë kam pasur dhe nderin të punoj më parë, i cili kam mbajtur detyra shumë të larta në qoftë në administratën shtetërore, po vjen dhe me një eksperiencë shumë të madhe parlamentare. Ju uroj dhe unë sukses zotit Çuko të mëtejshme në punën e tij. Marrja e përgjegjësisë dhe dhënia e zgjidhjeve efikase kërkon mendje të mpret, forcë dhe karakteri dhe vetdije qytetare. Kam kënaqësinë të konstatoj se përgjatë këtij viti kemi përmbushur më së miri barrën që ju ka ngarkuar në rolin tuaj si përfaqësues të qeverisë, si pikasin këtu angazhimet përgjatë sezonit turistik, emergjencave civile dhe luftës kundër bimëve narkotike. Por me gjitha arritjet dhe punës së bërë në shërbim të qytetarëve, në mbrojtje të ligjit, si vetë jeta njerëzore është një rrugtim i pandalshëm. Ashtu janë edhe problematikat që e shoqërojnë këtë rrugtim. Së pari duke përfituar nga rasti që jemi në këtë qark, i cili mund të konsiderohet ndër më të frekuentuarit në shkallë vendi prej turistëve për shkak të Bregdetit dhe pjesëve të tij arkeologjike. Ja vlen të ndalemi pak në problematikat që rezultohen nga sezoni veror. E nënvizoj këtë veror për shkak nga të dhënat që kam, flukset turistëve kanë vijuar dhe përgjatë kësaj stine të bukur vjeshte, që për fat të mirë është shoqëruar me një mot të shkëlqyer në çdo kuptim, jo vetëm për turizmin, por dhe për vetë shoqërinë. Për shkak të gjerësisë gjeografike ku gjendet vendi ynë, ne kemi një klimë mesdhetare, mjaft favorshme, e cila e kombinuar me një relief dhe natyrën e larmishme, krijon kushte të një turizmi me një shtrirje të gjatë përgjatë gjithë vitit. Një nga problematikat e ndeshura dhe përsëritura ka qenë siguria në vijën bregdetare. Për fat të keq, edhe gjatë këtij sezoni pati raste me pasojë fatale për shkak të përdorimit të mjeteve ujore. Kjo histori duhet të marrë fund, po ashtu duhet të merren masa nga bashkitë dhe pikat e vërejtimit në plazhe dhe gjetjen e personelit të kualifikuar për këto detyra. Kjo situatë duhet të zgjidhet përfundimisht e cilësisht për sezonin e ardhshëm që na pret. Së dyti ka pasur dhe këtë vit operator abuziv apo stacione plazhi që nuk përmbushin standardet,
por që vijuan të ushtronin veprimtarinë e tyre megjithse ata nuk i përmbushnin këto standarde. Për sezonin e ardhshëm, siç jeni në dini, do të kemi kushte të reja për licencimin e ofruesve të shërbimeve në plazhe. Sipas vendimit, vetëm operatorët e licencuar, hotelet do të kenë të drejtë të shfrytëzojnë si biznese, po ashtu dhe hapësirën bregdetare. Thënë më thjesht, por dhe hapësirën ranore, si dhe do të ketë dhe më shumë hapësira të lira për qytetarët. Këto masa do të kenë efekte pozitive edhe për pushuesit, të cilët jo pak raste kanë shprehur ankesa për abuzimet në shërbimet e ofruara. Së treti, një problem që kërkon zgjidhje është krijimi i kushteve sa më të favorshme për aksesin në pikat turistike, ku përfshihen ndërtimi i rrugëve me standarde apo rikonstruksioni i tyre, vendosja e sinjalistikës së duhur dhe orientuese, si dhe krijimi i infrastrukturës së nevojshme që këto pika të jenë të shfrytëzueshme edhe nga biznesi. Një problematik tjetër që është e vërejtur gjatë verës ka qenë menaxhimi i rasteve të emergjencave, sidomos të zjarreve dhe të emergjencave të cilat kanë krijuar shumë probleme. Është e kuptueshme që këto problematika lidhen ngushtësisht me kushtet atmosferike, qoftë një vape të zgjatur me temperatura të larta, qoftë rrebeshë shiu të paparashikuara që mund të shkaktojnë përmbytje. Le të kujtojmë këtu problemet që dolën para disa javësh në Vlorë, sa për të sjellë vëmendjen tuaj se çfarë dëmi mund sjellë një shi i rënduar ku ne nuk mund të organizojmë dot veten. Theksova mosipër se kemi pasur një mod favorshëm deri më sot, qoftë për turizmin ashtu dhe për bujqësinë, madje edhe për frekuentimin e natyrës bregdetare, por kjo pranverë dytë në këtë stinë nuk mund të zgjasë pafundësisht. Shirat e pritshëm të vjeshtës janë në prag, prandaj prefektët e qarqeve duhet të jenë në krye të punës për marrjen e masave për përballimin e situatave emergjente. Pa folur këtu për zonat malore apo ato ku rreshjet e dëborës shkaktojnë problematika gjatë dimrit. Ndaj nevojitet pa humbur kohë, riorganizimi i Komisionit të Mbrojtjes Civile në qark për një bashkëpunim dhe koordinim të mirë ndërmjet strukturave, përdetësimi i planeve të emergjencave civile me ndryshimet e ndodhura, si në aspektin e ndryshimit strukturave që veprojnë në qark, ashtu dhe në aspektin e rrisjeve të shtuara. Përditësimi i kontakteve dhe rritjes së komunikimit për të bërë lajmërimin e hershëm funksional. Sensibilizimi i komunitetit për të përgatitur për vështirësitë e sezonit dimror. Bashkëpunimi me të gjitha agjencitë rajonale, bashkitë në territorin e qarkut, si dhe me subjektet private për realizimin e detyrave sipas udhëzimeve të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Së katërti, sa i përket sigurisë publike dhe sidomos luftër kundër kultivimit të bimëve narkotike apo kontrollit të plotë e efektivit në territor, policia e shtetit e mbështetur edhe nga përfaqësuesit e pushtetit lokal, por edhe nga prefekti, përmes task forcave kanë bërë një punë të lavdërueshme e me rezultate konkrete që reflektojnë punën e kryer nga çdo njëri prej nesh. Ne kemi pasur një fokus të shtuar ndaj kultivimit të bimëve narkotike për shkak të pasojave afatgjata që sjell në shoqëri, por natyrisht në përpjekjet tona për të rritur sigurinë publike, kemi vëmendje të posaçme edhe për shkollat, sidomos sa i përket paketës sigurisë në shkolla. Dhe së fundmi, Ministria e Brendshme përfshir rolin e prefektit, kuadrin ligjor na ngarkon me përgjegjësi për organizimin dhe mbarvajtjen e procesit elektoral që mbahet në pranverën e ardhshme. Ndaj, kërkoj nga ju angazhimin e plotë për të përmbushur çdo detyrim ligjor. Faleminderit. Shumë faleminderit, ministër. Çështjet që u shtruat janë sigurisht shumë të rëndësishme. Duke pasur parasysh që tashmë turizmi po konsolidohet si një nga sektorët më të rëndësishëm ekonomik të vendit. Dhe kjo e bazuar në shifra, qofshin për sa i përket numrit të vizitorëve apo edhe shifrave që kanë të bëjnë me impaktin financiar që ka sjell sektori i turizmit në vendin tonë. Duhet pasur parasysh që tashmë kemi filluar të jemi proaktiv. Ministria e Turizmit prej disa javësh ka nisur një fushat sensibilizuese për sa i përket të gjitha bashkive bregdetare, por edhe atyre që ndodhen buzliqeneve, për sa i përket menaxhimit të plazheve, pjesë shumë e rëndësishme. Bashkia e Fierit, për të thënë të drejtën, pavarësisht se ka mbi 55 kilometra vi bregdetare, nuk e ka të përdorur siç e ka Vlora, Durrësi apo dhe pjesa veriore, diçka që duhet pasur parasysh dhe ne jemi duke punuar për t'i dhënë
një tjetër aspekt viziv të gjithë zonës bregdetare të Fierit, por nga ana tjetër duke marrë edhe të gjitha masat për sa i përket sigurisë së sezonit. Duke përfshirë këtu dhe sigurinë ushqimore, e cila është shumë e rëndësishme pasi Shqipëria tashmë rankohet si një nga vendet me kulinarinë më interesante në Europë, kështu që nuk vjen më vetëm për bregdetin dhe për malet apo për bukuritë natyrore, por dhe për kulinarinë. Diçka që duhet jetë në qendër të vëmendjes tonë, siguria ushqimore. Nga ana tjetër, ashtu siç e përmendi edhe ministri, do të duhet që të kemi një plan masash të mirëfillt dhe duhet të rishikojmë planet ekzistuese për sa i përket emergjencave civile. Ndryshimet klimaterike tashmë nuk po kursejnë askënd. Me të vërtetë ne kemi pasur para pak javësh një përmbytye masive në Vlorë, por nga ana tjetër duhet keni parasysh që jemi duke ndjekur me shumë vëmendje ngjarjet që po ndodhin edhe nga Dishulli Iberik në javët e fundit, përmbytjet e cilat flitet për më shumë se 450 mm në një orë, pra rënje rreshjesh, diçka që është e papërballueshme në të gjitha pikpamjet. Kështu që për këtë arsye, të gjithë njësitë, të gjithë prefekturat duhet që të rifreskojnë planin e masave, duhet ketë një angazhim maksimal dhe koordinim me emergjencat civile. Ndjenin time edhe Ministri i Mbrojtjes ka nisur një tur takimesh, duke pasur parasysh edhe buxhetimin e vitit 2025. Përveç faktit që janë listuar dhe inventarizuar të gjitha kërkesat, nga ana tjetër, përveç makinerive apo forcave të shtuara që do të kërkohet dhe një plan i mirë, eficient për përballimin e të gjithë problematikave që mund të vinë me shirat e vjeshtës apo edhe me ngricat gjatë dimrit. Sigurisht, çështje tjera shumë të rëndësishme, mbetet lufta kundër kultivimit. Ministri do jetë në krye të këtij aksioni, ju do të jeni padyshim në krahun e Ministrisë së brendshme përsa i përket këtij procesi shumë të rëndësishëm, duke pasur edhe instrumentin e task forces vendore. Nga ana tjetër, siguria dhe rendi publik, me shumë kënaqësi ne do ndanim me ju disa risi që jemi shumë pranë për të realizuar, siç është projekti i madh që Ministria e Brendshme ka në proces në këto momente për quhet paketa Smart City, qytetet inteligjente, të cilat do t'i ofrojnë të gjitha zonave urbane mbulim të plot me CCTV dhe të gjitha këto materialet, cilat do të prodhohen nga kamerat të vendosura kudo nëpër zonat urbane, më pas do të kenë edhe qendrat e përpunimit të dhënave. Nga ana tjetër duhet keni parasysh që këto janë qendra monitorimi për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike, por që do të ndërthuren gjithashtu edhe me projektin tjetër që ne kemi, që është projekti i Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë për monitorimin e akseve kombëtare. Të dyja këto projekte ndërthuren duke dhënë një mbulim të plot të sipërfaqes qoftë zonave urbane ashtu dhe të rrugëve kombëtare dhe duke na ofruar jo thjesht mirë menaxhim të situatave, siç është rasti i trafikut, por nga ana tjetër edhe mirë menaxhim të sigurisë kombëtare. Me shumë kënaqësi ne do dëshironim që dëgjonim edhe problematikat apo sugjerimet e secilit prej jush, kështu që besoj që ministri është dakord që të fillojmë tani bisedimet sipas radhës ndoshta apo edhe duke nisur nga ato prefekturat të cilat mund të kenë probleme më konkrete. Faleminderit. Desha të trajtoj problemet e turizmit në qarkun Dibër. Edhe në qarkun Dibër ka pas rritjet në numrit të turistëve gjatë këtij viti. Turizmi në Dibër ka veçoritë, është turizëm kryesisht malor, por edhe lumor. Mbas daljes vendimit të qeverisë për komitetet e turizmit dhe task force-ën, kemi pas një bashkëveprim mes gjitha institucioneve në qark. Jemi mbledhur si pasurë çdo 2 javë. Si vjet veçanërisht kemi bërë kujdes me sigurimin shëndetësor, në pika ku ka pas fluks kemi pas shërbim 24 orë të shëndetësisë, pra kemi pas mjekë dhe infermier. Unë do kërkoja mbështetje edhe në kuadrin e buxhetit të ri
për mjetet zjarr fikse. Veçoritë e maleve tona, edhe zjarr fikset janë të rënduara, por janë të vjetra në përgjithësi të 4 bashkitë, por duhen edhe mjetet ndoshta të vogla, apo që nuk është se gjithandej shkojnë në rrugë të pyjore, futën në zonat ku bien zjarret. Realisht duhet parë investime në këtë pikë. Unë këta gjëra kishe kryesisht. Shumë faleminderit. S'kam. Faleminderit. Atëherë, po përfillojmë me turizmin. Në fakt, në qarku i Shkodrës të vit ka patur rritje, falë dhe disa investime në vëmendjes të përkushtuar edhe nga Ministria e Turizmit, po ashtu edhe nga Bashkia. Kemi një rritje prej 32% krahasuar me 23-shin. Kemi një rritje të buxhetit që vlerësohet rreth 25 milion euro, me një rritje 10% krahasuar me vitin 2023. Gjithashtu, përmirësimi, kjo ka ardhur si rezultat i përmirësimit të ofertës turistike, po ashtu edhe infrastrukturës urbane brenda vendeve turistike. Sfidë metet formalizimi i industrisë turizmit në qarkun e Shkodrës. Përsa i përket emergjencave civile, qarku i Shkodrës është një zonë që është përfshin një sasi të madhe të pyjeve dhe si rezultatet e ndryshimeve kushteve klimaterike, ne, si të gjithë ma mërmene Shqipëria, kemi patur këtë vit një rast të shtuar 948 raste zjarri, që kemi nivelin më të lartë gjatë kësaj dekade në qarkun e Shkodrës. Ndërhyrja jonë, por duat të them sepse kemi një ndërhyrje të mirë koordinuar dhe si rezultat i kësaj nuk kemi patur raste shumë alarmante, por i kemi mirë menaxhuar. Kjo duat të theksoj pikat kryesore të forta kanë qenë se ndërhyrja është ndëshkimi që është bërë nga Drejtoria Vendore e Policisë për ndëshkimin e gjetjen e autorëve dhe kemi raste të denoncuara për vitin 2024 dhe ka pas rezultate më të larta se 2023. Një gjë e mirë që ne kemi këtë vit është edhe mirë organizimi i strukturave të mbrojtjes civile, të emergjencave civile në çdo bashki. Tashmë në çdo bashki ne kemi strukturat specifike gjatë që vitet e mëparshme, sidomos në bashkinë e Shkodrës, ne kemi patur një problematikë që nuk e kemi patur të mirë organizuar. Bashkëpunimi me strukturat e policisë ka qenë shumë i mirë, janë bashkëpunues, mbështetës, kështu që inshallah Shumë një faleminderit, prefekt. Përsa i përket turizmit, qarku i Tiranës e ka 2 lloj turizmi. Ka turizëm bregdet dhe turizëm në përgjithësi. Përsa i përket turizmit në bregdet, ne kemi golemin Stillen dhe Vilbashtovën. Në analizën që bëjmë me 2 bashkit, ne na rezulton që kemi 500 e pak mijë pushues në Kavaj dhe në Rogozhin, dhe të ardhurat për bashkinë janë diku te $1.1 milion në raportin e ka një gjë që nuk shkon. Ose bashkit raportojnë më pak, ose taksat janë shumë të ulta të bashkive. Dhe kurse pjesa tatime funksionon. Unë mendoj që ka ardhura që ne si shtet duhet të kushtojmë vëmendje kësaj. Pse? Sepse bashkitë duke mbledhur më tepër të ardhura, në turizmin dhe më të forta do kryejnë shërbime më mirë. Nuk ka pse të kërkojnë vetëm shtetit në kuptimin të ardhura. Dhe unë e shoh këtë si një gjë që e kam lexuar vitin e kaluar dhe këtë vit që duhet të ndërhyjmë ne, mendoj unë. Për sa i përket sigurisë ushqimore, ne nuk kemi pasur asnjë rast, bashkëpunimi me AKU-n ka qenë perfekt, bashkëpunimi me policinë e shtetit ka qenë shumë mirë, vjetë kemi pasur një rast fatkeqësie, si vjetë nuk kemi pasur asgjë. Kemi problematik tjetër në grupderdhin e Shkumbinit për pastrimin. Ajo është një zonë që ndoshta ka ardhur ora të bëhet një investim në grupderdhin e Shkumbinit, sepse gjithë mbeturinat që nga Qaftana dhe deri aty derdhen në Vilbashtov. Për sa i përket emergjencave, si që tha dhe Shkodra dhe Dibra, ne jemi gati në 2/3 e rasteve të zjarrit që kemi pasur në vitin e kaluar. Në qarkun e Tiranës kemi gati 2/3 nga 558, kemi vetëm 926 raste zjarresh.
por kemi 2 fishën e sipërfaqes së djegur, ndërkohë që kemi gjysmën e pemtarisë ullinjve, kujtun se çfarë, të dëmtuara. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që gjithë angazhimi, qoftë i bashkive, qoftë i grupeve të emergjencës, qoftë i punës në ekip të gjithë strukturat të zjarfikseve në qark, se ne punojmë pothuajse bashkë, të gjithë bashkë, ndihmës madhe të policisë, rasteve të ndalimit nga ana e policisë, mediatizimi për nuk të ndarë piromanëve, ka sjellë që ne të kemi gjysmën e dëmeve, po kështu deri tani ne kemi dhe 0 raste të humbjes jetëve. Në vitin e kaluar kemi pasur 2 jetë humbur. Kemi shumë diga në qarkun e Tiranës dhe kemi disa pika të errta ose të dobta që ne kemi në infrastrukturë rrugore. Për sa i përket digave, për gjatë 2 vjetëve janë bërë gjithë patenta teknike të digave dhe pothuajse të gjitha bashkitë kanë patentat më në fund të gjithë digave. Nuk kemi ndonjë gjendje për të shqetësuar në momentin që flasim. Kapacitetet e ymblezëve janë pothuajse në 50-60% të tyre, nuk janë mbushur akoma. Ka filluar kontrolli i gjithë kanaleve, pritave, tombinove, nuk paraqet në zonën kodrinore të Tiranës, në gjithë kurorën e Tiranës, nuk kemi ndonjë rast rreshkitje dhe nuk kemi problematik të shfaqur. Unë kam ndjek në vazhdimsi me gjithë drejtorët e bashkisë, me komitetin e emergjencave tyre. Kjo është më shumë për mos u zgjatur. Faleminderit dhe për takimin e sotëm. Shumë faleminderit. Ne duhet marrim masat për ato emergjenca civile, të cilat janë përballueshme, sepse nuk është vetëm përmbytja. Do të thënë, ne jemi përballur para 3 vjetësh dhe me një ngritje që niste nga Laçi, që s'kishte bërë një herë vaki dhe s'kishin bërë pastruese për atë zonë, se nuk ekzistonte. 2 gjëra të vogla tek fjala e prefektit të Tiranës. Për sa i përket taksës së fjetjes, tashmë Ministria e Turizmit ka një analizë shumë të mirë të bërë me disa ekspertë kroatë. Kroatët janë rasti më i mirë për tu ndjekur, pasi nuk do ta shpikim rroton, e kanë bërë të tjerë para nesh dhe kanë pasur pak a shumë të njëjtën ecuri me ne. Kështu që tashmë një nga pikat që kemi identifikuar është eksaktësisht taksa e fjetjes. Taksa e fjetjes tek ne është shumë e ulët. Kështu që për këtë arsye duhet të ketë rishikim të taksës. Taksa nuk do të jetë unifikuar, sepse taks tjetër do paguajë në ndërmi dhe taks tjetër do paguajë në fjer, por patjetër askush nuk e pengon bashkinë që të rishikojë taksën me vendim Këshillit Bashkiak dhe më pas ta aplikojë atë. Për sa i përket digave, unë të kërkoja nga të gjithë që marrëdhënia me komitetin e digave të ishte aq intensive sa që shpjegoi dhe prefekti i Tiranës, sepse digat në Republikën e Shqipërisë janë ndërtuar herët. Pasaportizim të digave dhe të urave e kemi bërë gjatë gjithë këtyre periudhave që në 2019, megjithatë janë infrastruktura kritike të cilat duhen monitoruar gjatë gjithë kohës. Nuk është se po e pam si vjet për 10 vite është në rregull. Kështu që siç e ka bërë Tirana, unë do ju lutesha shumë personat që mbajnë përgjegjësinë komitetin e digave me të vërtetë janë njerëz të ditur. Janë njerëz të ditur që edhe në rastin kur s'ka të bëjë me digat, por ka të bëjë me përmbytjet, ne për Shkodrën na kanë bërë një analizë të jashtëzakonshme nga vjen problemi etj që nuk vjen as nga hapja e portave të hidrocentraleve, po vjen për shkak të rritjes së shtratit bunës me 75 centim. Okej, në rregull. Gjatë, po them, këtyre 6 viteve ne kemi qenë me shumë fat, sepse në qarkun e Gjirokastës janë bërë investime madhore, që i kanë shërbyer shumë turizmit. Unë shqyr që doli njëri që tha që jam Po patjetër, duke filluar nga rruga dhe tuneli Skërficës, duke filluar nga tuneli Skërficës, që lidh Sarandën me Gjirokastën, unaza malore e Tepelenës që zbret në det, Balaban Berat që është tani, dhe shumë akse të tjera të cilat i kanë dhënë një hovë të madh të zhvillimit të turizmit në Gjirokastër. Unë dua të raportoj që ne gjatë këtij viti po kapim afërsisht shifrën e 1 milion turistëve vendas dhe të huaj, vetëm qarku i Gjirokastës. Nga ana tjetër, dua të them që kemi pasur një bashkëpunim të shkëlqyer me Policinë Vendore dhe me të gjithë institucionet e tjera që kanë qenë në shërbim të këtij turizmi, duke filluar nga Spitali Rajonal, nga OSHE, nga gjithë institucionet për të mos munguar asnjë element që i shërben turizmit.
Gjatë vitit 2024 ne jemi përballur me situata ekstreme të rënjes së zjarreve. Dua të ngrej një problem që e kam ngritur dhe në takime të tjera. Një pjesë e mirë e këtyre zjarreve ka qenë qëllimore, që do të thotë të vendosura nga barinjt dhe fermerët. E them këtë element sepse kanë qenë 28 raste të referuara nga lajmëtarët, policia e shtetit dhe binomi prokurori gjykat nuk dënoi asnjëri. Po flas për qarkun Gjirokastër. Ende nuk ka ndjeshmëri dhe nuk konsiderohet krimi mjedisor si krim që duhet ndëshkuar rënd dhe ashpër. Dhe e ngre këtë sepse ekziston kjo problematik të paktën gjatë 2024-s. Me që jemi të emergjenca civile, unë kam fjalët më të mira dhe falenderuse për të 7 bashkitë të qarkut dhe sidomos për drejtorin e kanalizim ujësjellësit, bordin e kullimit, për punën kapilare që kanë bërë me të gjithë sistemin e kanalizimeve. Ne nuk kemi probleme të përmbytjeve. Gjithë pjesët e tjera i kemi nën kontroll dhe me masat e marra nga të 7 bashkitë shpresojmë që do të kemi një dimërim pa asnjë problem. Atëherë shumë faleminderit që erdhët sot, sidomos ata që kanë ardhur nga larg, që gjetët kohën për të ulur me ne dhe për të diskutuar për çështje shumë të rëndësishme që i përkasin pushtetit vendor dhe padyshim dhe çështje të tjera të cilat i përkasin dhe kontribojnë në ekonominë shqiptare, siç është përgatitja për sezonin turistik të ardhshëm, apo siç janë të gjitha masat që duhet marrin për sigurinë e qytetarëve, sigurinë ushqimore, apo edhe masat të tjera siç i theksoi dhe nënvizoi dhe Ministri i Brendshëm. Ne do të qëndrojmë në kontakt pasi po futemi në një periudhë e cila duhet të quhet vjeshta e vonë tashmë, sepse jemi në prag të dimër, por megjithatë me ndryshimin e kushteve klimaterike, kjo vjeshtë është zgjatur. Ndaj unë besoj që në javët në vazhdim do të kemi edhe fillimin e reshjeve nga të gjitha informacionet që kemi nga meteorologët e aviacionit civil, kështu që do duhet një angazhim i të gjitha strukturave. Ashtu siç ju thash, presim nga ju rifreskim të planit të punës për përballimin e emergjencave civile, të cilat sigurisht do të mblidhen në Ministrinë e Brendshme dhe jemi të gatshëm që gjithçka ju adresuat të mundohemi ta zgjidhim sa më parë. Shumë faleminderit për sot dhe do shihemi shumë shpejt.